Ardionën e kemi në një linjë direkte, do takohemi me njëherë për shkak se do të flasim për ambientin, për arsye se po shënohet një ditë e caktuar, pra dita botërore e ambientit. Detajet e tjera i ndonë Ardiona me ne. Mirëmëngjesi, kolege. Mirëmëngjesi Agnese dhe për ty, mirëmëngjesi për gjithë shikues të Koha Vizionit. Po, sa që flasim për ambientin, e kemi shumë të domosdoshme që të përmendim edhe fotografë cilët i kontribuojnë jashtëzakonisht shumë natyrës dhe vendit tonë, po edhe ekspozimit sa më shumë të saj. Në këtë rast është Arjan Mavriqi, i cili sot do të jetë pjesë e një ekspozite me 27 fotografitë e tij, ku do të flitet përveç bukurive natyrore që ka Kosova, sigurisht edhe për sfidat mjedisore me të cilat po ballafaqohet çdo ditë dhe kemi diskutuar shumë shpesh edhe përmes programit mëngjesit. Arjanin e kemi kolegë, kështu që flasim me të lirshëm tash. Mirëmëngjes Arjan, faleminderit shumë për kohën, se ke ardhur më herët se sa që fillon ekspozita sot. Mirëmëngjesi, kënaqësi gjithmonë për me qenë pjesë e intervistave tuaja, patjetër për shkak se jam kolegi juaj natyrisht se duhet të vi dhe me shumë kënaqësi zhvillojmë intervistat tona dhe tregojmë për aktivitetet tona. Jemi këtu afër Grandit dhe do të jetë pikërisht kjo ndërtesë, ky vend ku do të jetë kjo ekspozitë Arjan, që nis pra prej orës 10. Duam ta dim pak rëndësinë që ka me pas edhe cilat fotografi të Arjanit kanë me u përfshi në këtë ekspozitë. Në bashkëpunim me organizatën EKOZ ke marrë një iniciativë që të bëjmë një ekspozitë me fotografi të mia, shumë mirë e the diku 27 fotografi, për ditën ndërkombëtare të mjedisit, ku në këto fotografi tregojmë në një farë forme kontrastet ndërmjet vendeve, ambienteve të pastra pa mbeturina ku jetojnë kafshët dhe në anën tjetër pjesë tjera ku kafshët jetojnë apo ndërtojnë fole me profilot me mbeturina, që është një imazh shumë i keq, për fat keq për neve. E këtë anën e mirë, pra në një farë forme ku janë të pastërta ke marrë iniciativë që tregojmë se si duhet të jetë normalisht në një vend normal ku nuk ka mbeturina, për dallim prej pamjeve të vrashta që tregojnë një realitet për fat keq, sidomos afër lumenjve Adriana, afër liçeneve ku pjesëtarët e faunës ballafaqohen me problemet me mbeturina që ndikon direkt edhe në zhdukjen e tyre. Po Arjan, kemi qenë bashkë edhe për materiale që kemi realizuar dhe në fakt përveç që i fotografoni bukuritë e natyrës, në përgjithësi si fotograf, ju tregoni pikërisht gjendjen qysh e kemi në Kosovë. A mundi me përmend ndonjë prej vendeve që me të vërtet kërkon një ndërhyrje të plotë edhe një vedisim masiv nga ana e qytetarëve për shkak gjendjes që mundet me pas aktualisht? Gjendja më serioze paraqitet momentalisht në legatinin e Hencit, që është parajsa e shpendë shtektar dhe shtektar, e cila është stërmbushur me mbeturina, po për fat keq edhe një nga liçenet kryesore apo në një nga pishinat kryesore aty thujse shterur krejt, që ndikon direkt në zhdukjen edhe ujorëve që janë aty. Po mos flasim edhe për lumen tjetër, të cilët edhe nga ana jon lumi Shtremba në Kanonis herën e fundit për me univa shumë keq, ishin 2 turistë nga Holanda që kishin ardhur special për të fotografuar pjesëtarët e faunës dhe është e sikletshme për mua që duhesh të shkosh nga ana tjetër në mënyrë që mos t'i shohin ato pamje të tmerrshme. Në fakt të gjithë lumenët e Kosovës kanë të njëjtin problem, thujse shumica e liçeneve nga rrugës duke ardhur kënej e pam që është një gjendje e tmerrshme, po ashtu edhe në liçenin e Badovcit që kishte mbeturina të stërmbushura e pjesë edhe nga njerëz të cilët gjatë vikendeve për fat keq shkojnë aty që zhvillojnë tema ashtu një mini turizëm, për fat keq jemi në një gjendje shumë të keqe. Po unë po shpresoj që me vetëdijsimin nëpërmjet tyre ekspozitave ndoshta do të dikojë sidomos te gjeneratët e reja. Cili pret realisht të jetë efekti prej kësaj, se besoj që është e hapur për të gjitha grup moshat që dojnë me i pa nga afër, sepse është diçka që i përket vendit. Një fotografi është sa 1000 fjalë, nuk thuhet kot. Pra nëpërmjet fotografive ne gjithmonë synojmë të arrijmë një vetëdijsim të popullatës në përgjithësi, sepse kur i shohin ato foto, ato vrasësi, unë besoj se do të ndikojnë te ata që kanë një pikë ndjenja për vendin e vet, në këtë rast për Kosovën. Prandaj dhe shpresoj që shumë simdhënës në këtë rast po i bëj thirrje duke shfrytzuar Koha Vizionin të sjellin nxënësit e tyre, pavarësisht të cilave grup mosha i takojnë, që të shohin këto kontraste nëpërmjet fotografive, dhe besoj që do të ndikojë në të ardhmen që këto gjenerata të punojnë bashkërisht, vendet ku janë me veturina të pastrojnë, ndërsa edhe ata të dërgojnë një mesazh
tek gjeneratat e tyre që mos të hudhin mbeturina gjithandej sepse do të ndikojë direkt tek mirëqenia e botës shtazore, e ajo natyrisht se ndërlidhet edhe me vetë komunitetin e jetës tonë. Deri kur e kanë mundësinë me i pa, për shembull, nëse kanë mundësi edhe shkollat që të vinë dhe nxënësit për thirrjen që e bëre, sa qëndron e hapur në grad? 3 ditë do të jenë fotografit këtu, kështu që kur të që kanë mundësi të organizuar vetë, çdo që kanë mundësi, le të urdhnojnë, sepse unë mendoj që kam mjaft për çka të shohin, është një punë e imja tash më shumë se 13 vjeçare, prandaj edhe duke por punën time besoj që fotografitë do të dërgojnë një mesazh shumë të rëndësishëm tek ata dhe të gjithë popullatën përgjithësi. Arjan, kur e përmendit që ka pas, për shembull, pikërisht kjo ndotja tek ligatinat e Encit, ka ndodhur që të jenë tash të zhdukur edhe disa prej ujorëve. Duhet ta di, a kemi pas ndonjë specie ndoshta që pikërisht për shkak të ndotjes është zhduk plotësisht në vendin tonë e që ka qenë specifike rrallë për Kosovën? Po, e kemi reshëbull, në rastin e reshëbull balkanik që është një specie e veçantë dhe tepër, do më thonë, nuk e gjen gjithandej që momentalisht nuk e di nëse është vetëm se një individ apo jo. E imagjinoni për këtë punës time më shumë se 14 vite punë, vetëm se një herë më ka rënë kamerat kurth, pra ajo është specia më rrezikuar që është në kulmin e rrezikshmërisë momentalisht, por nëse vazhdojnë këto specie tjera të ndërtojnë folin me këto mbetet plastikës të ndërtojnë folin, atëherë edhe ato do të shkojnë drejt zhdukjes, sepse nëse e dini, nëse keni pa nëpërmjet portaleve, websajteve ndryshme keni pa se shumë kafshë të ndryshme apo nëpër detra gjatë kohës kur kanë ngordh në barkun e tyre është gjetë një pjesë shumë e madhe e mbetjeve të plastikës. Domthonë kjo ndikon direkt që ata gradualisht të shkojnë drejt zhdukjes, mandej jo vetëm kjo, po ndikon edhe prerja ilegale të pyjeve, sepse shumë prej tyre kolonizojnë për pyje shërbejnë për filtrimin e ujrave, gjithandej oksigjenit e kështu me radhë. Pra, e gjitha kjo është ndërlidhur që çdo ndërhyrje njeriut pa nevojë me pa kontroll, atëherë do të ndikojë direkt në zhdukjen e tyre patjetër. Kjo i bie që kontrolla kemi të pakta, e mos themi ndoshta edhe gjoba fare për ata që do duhet të ishin në vendet e natyrës se të shenin saktësisht se kush i rrezikon këto specie. Për fat keq po, nuk ka gjoba, nuk ka kontrolla, nuk kemi ndoshta njësi e cila do të ishte angazhuar special nga ana policisë pikërisht për këta keqbërës. Po unë mbi gjitha po them duhet të ekzistojë vetëdijsimi, sepse nëse kjo është në fund ka të bëjë me neve brenda, me vetë jetën tonë, nuk duhet gjithmonë me ekzistu frika, duhet me ekzistu dëshira. Imagjino në krejt liçenet në Skandinavi, po konkretisht në Suedi, mundesh me ul me marr një gotë me pi ujë në këtë të liçenën, në cilin lum apo liçen tek ne pijet ujë, domethënë direkt ashtu. Pra është e pamundur. Kjo është gjendja kur ata e duan vendin e vet për dallim prej neve që mendojmë që hajtë se s'është sen, është shumë çka, domethënë, duhet me orë dhe ne në pikën kur çdo lum, që ishte para luftës, në vendin ku jemi rritur, kem pi ujë pa problem, ndërsa sot është e pamundur për shkak të dedhjeve të ujrave të zeza kështu me radhë, pra duhet vije koha kur ne në çdo lum, në çdo liçen të Kosovës, mundesh me marrë një gotë dhe me pi ujë pa problem. Këto e synojmë. Arjan, shumë faleminderit edhe ju shkov sa më mbar sot. Për orës 10 po besoj që i presin gjithë edhe një thirrje të fundit që mundesh me e bë pa problem. Faleminderit juve, kënaqësi gjithmonë dhe shumë faleminderit për mundësinë dhe hapësirën që na japni. Shumë faleminderit. Arjan, faleminderit shumë për teje. Agnes, kemi bisedu bashkë me Arjanin për ekspozitën që kanë me mbajt sot, pra dhe detajet vetë se u thanë, thirrja po ashtu. Në fund veç e përmendi që edhe vetë në vendin e tij, në lumin ku kalon kafshati i tij, sigurisht që ka të njëjtën gjendje njëjtë sikurse edhe pjesë periferike të Prishtinës, që është një gjë tepër për pas keqardhje në këto kohë kur po jetojmë, andaj kujdes sa më shumë dhe pse jo të vizitojmë sa më tepër ekspozita të kësaj natyre ku i shohim fotografitë që mos mirë dëshmojnë atë çka ne në fakt po e bëjmë që nuk është as pak e mirë. E kthejmë Lili në studio nëse s'keni diçka.